Andaj një ditë, duke qenë pejgamberi alayhis salatu wassalam me shokët e tij ulur, pranë tyre ka lej një xhenaze, një kufom, dhe unë ngritën kam për me respektue. Dhe pyeti pejgamberi alayhis salatu wassalam se kush është ky njeri, e i treguan, e lavdruan atë. Në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha wajabat el janna. Tha këti ju ka bo obligim, i është caktuar kush? I është caktuar xheneti. Pse? Sepse njerëzit e mirë po e dëshmojnë se ishte njeri i mirë. Pas një kohë të shkurtër prap kaloi një kufom tjetër, një xhenaze, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti se kush është ky, i treguan se ky ka bë, këto e ka bë, kështu e ka bë, kështu, edhe në farforme janë rahatu që ka shkuar në botën tjetër. Pejgamberi alayhis salatu wasalam edhe për këtë tha wajabat, an-nar, që do të thotë i është bërë obligim këtij kush? Zjarri i xhenemit. Pse? Sepse njerëzit e mirë po dëshmojnë se ky ka qenë njeri i keq. Andaj, nëse të lavdrojnë, nëse flasin fjalë të mira për ty, nëse dëshmojnë për ty njerëzit e mirë duke qenë gjallë, dije se i e prej të mirëve dhe dije se Zoti po të përgëzon heret që ka me ardhë momenti që do t'jesh prej xhenetlive.